këtu i mirë shumë. Ju falemnderit njëherë për mundësinë që mu dha që të flas. Dhe ju urojmë mirëseardhjen. Kisha vetëm një diçka. E kam kërkuar me sy, e kam takuar atë djalin atje, Andi Mustafaj. Po? Pse e them këtë? E kam parë mbrëm të kësyri të ve. Po. Dhe i them të gjithë bashkëfshatarëve të mi. Jemi vëllezër, jemi motra, sot jemi në këtë moshë, nesër do shkojmë atje lart, do përcjellim njëri tjetrin. Por një gjë duhet ta din fort mirë. Sepse të arrish në qeveri, duhet të jesh një familje e sakt njëherë, me dinjitet. Në rast problematika ka pa fund, si që thanë ata që folën para meje. Por, në rast se familja do ta mësoj fëmijën me një edukat shembullore. Unë jam gjyshe. Në qoftë se unë nipi do t'i them që ti, nena është e keqe, unë t'i them këtë, ai do ta hedhin kanal të nenën. Në rast se unë do ta mësoj që e kemi xhan nenën dhe do punojmë për nenën, sepse dhe ajo na ka rritur, atëherë duhet të dalë me gjithë këto fjalë, e para është dinjiteti, është morali. Kam parë unë jam e persekutuar nga prindrit. Tek të persekutorit kam ardhur këtu. Familje të nderuara. Ashtu gëzoj dhe t'jenë të gjitha familjet. Nuk ka socialist shembullor, ka demokrat shembullor. Kam parë 800 peka live. Zegjinet. Ajo ta gëzoj emrin, ajo le të jetë mirë. Por çfarë përçon ajo tek rinia jon? Çfarë përçon? I thërriste, hajde ti të ham qik që ngren të dheu atë. Qa do hante, more, qa do hante me gaz barë. Po krahasoj veten më me Jozafinë Topallin. Po krahasoj veten me ato që ishin të ftuar atje, që ishte një vajzë e re, Andi Ullirja, po, ishte Erdit Harxhi, duket njeriu nga familja. Dhe në qoftë se familja është e saktë, qeveria do t'jetë e saktë dhe do ta menaxhoj mirë. Qysh do ta menaxhoj? Unë jam gjyshe. Dhe e di se ku më pikon pika, për shembull, ky fëmijë sot ka nevojë për këtë dhe do plotësoj këtë nevojë. Dhe qeveria ka nevojë bujqësia te bujqësia, ka nevojë te pleqëria, se pleqëria pruri këtë rini o Derman. Po kush e pruri këtë rini? Po pleqëria, more, pleqëria e pruri. Prandaj investote pleqëria që të mësoj rinia në çapat, jo do ta bëj qeverin të tërë të re. Ja e bere, mërë, për qa kulture ka ajo, mërë. Zegjeni, ajo tjetra. Uj, për piftë dhe ajo e Vlorës. Ja, dhe një sekund. Edhe i thoshte që, qa doni Johanën të zbresun? Johanën, respektin për baban, për nenën, për të gjithë, moj të ngrën dheu. Edhe një fjalë. Ndërsa Ballukja, paguante 10 milion për të larë makinën. E ka 10 milion edhe kujtja pagunte ministrit të bërshëm. Dhe kush e lante? E lante Enver Hoxha. E lante makinën e Ballukës. Djeri laçe të kontrolluara, moj, që ky pensionist të rrojnë dhe 5 ditë, se tërë të mali do vem. Po të vem kur të na vi, jo të na smurushti. Kaq, ju falenderoj. Ju falenderoj të gjithë. Vetëm dy gjëra